Ai ka një aftësi të jashtëzakonshme për të qenë lider dhe kjo është parë më së miri në 35 vite karrierë politike. Sali Berisha ka treguar se ka aftësinë për të drejtuar masat, por me raste edhe për të manipuluar ato. Megjithatë, sfida e fundit në jetën e tij politike dhe izolimi në shtëpi për një vit duket se ka qenë betejë më e fortë e Berishës, i cili doli në sipërfaqe të kësaj situate dhe u rikthye fuqishëm në drejtimin e Partisë Demokratike. Megjithatë, për të qenë pjesë e politikës, për një kohë të gjatë duhet të kesh zgjuarsinë dhe aftësinë për të bërë lëvizjet e duhura. Së fundmi, hapja e disa dokumentave arkivore ka nxjerrë në dritë detaje interesante për Berishën. Ai feston ditëlindje në 15 tetor, por në dokumentat e arkivës që janë hapur rezulton se ditëlindja e tij nuk është data 15 tetor, por data 1 korrik. Arsyet pse Berisha ka ndryshuar datën e lindjes nuk dihen, por ajo që është vënë re është se ai ka ndryshuar edhe emrin. Emri që i kanë vënë prindit në lindje ka qenë Sahli, por në certifikatën e nxjerrë pas viteve 90, gërma H është hequr dhe emri i tij ka ndryshuar nga Salhi në Sali. Në lidhje me ndryshimin e emrit, Berisha nuk ka mbajtur asnjë qëndrim se pse ka ndryshuar emri i tij, ndërsa në lidhje me ndryshimin e datës së lindjes, ai u shpreh: "Po, është e vërtetë që unë kam lindur në korrik, por babai im zbriti në Tropoj në muajin tetor dhe e regjistroi lindjen time në këtë muaj." Me sa duket, një pjesë të kaluarës së liderit demokrat vazhdon të mbetet enigmë. Faleminderit që na ndoqët. Për më shumë lajme interesante, bëjni subscribe kanalit ton të YouTube-it.